A i keni provuar ndonjë këtë ëmbëlsirë që ngjan si sust? Kjo kështu që duket si buk quhet chimney cones ose në shqip konet e oxhakut. Është një ëmbëlsirë e cila shitet zakonisht në Budapest, Hungari. Ky është thjesht një brum i ëmbël i cili piqet në një formë cilindrike dhe pastaj e bën me sheqer të karamelizuar. Pastaj ka dhe lloje tjera, mund ta bëni me kanellë, me sprinkles, me çokoladë, me ark kokosi, me arra, me çfarë doni juve. Dhe ky dyqani e piqte në moment, domethënë e bënte brumin freskët dhe e kishte gati vetëm për ta pjekur. Shoqja ime e mori me sheqer dhe me sprinkles, ndërsa unë e mora me kanellë edhe krem pistachio. Shikoni pak sa të ngrohta ishin të freskëta dhe mund t'i mbushje me çfarë doje. Kjo ishte imja që e bëra me pistachio. Dhe po ishte era ime e parë që do e provoja se e kisha parë shumë në internet dhe shqyqyri gjeta një dyqan që kishte edhe shiste si këto. Nga brenda pastaj mund t'i mbushje me çfarë do lloj kremi që dëshiroje, kishte Nutella, vanilje, krem pistachio. Brenda mund t'i vendosje edhe akullore nëse doja, çfarë do lloj akullore që dëshiroje, por ne e bëm pa akullore se ishte goxha ftohtë, kështu që hëngrëm vetëm kështu. Edhe tani që po e rregulloj këtë video, prap po më hahet nisi kjo. Ishte 10 nga 10, ishte shumë e mirë dhe tani është momenti që të provoja. Ishte tamam si sust, mirë po ishte fantastike. Faleminderit që ndoqët video, mos harroni të bëni like, lini një koment dhe mos harroni të shtypni butonin follow. Shifemi video në radhës. O zot sa e mirë ishte.